protagonistët e pavarësisë drejtësisë u ka marrë koka erë. Dhe u është mbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, si puna e ca trimoshave të BKH-s, për cilët kam dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllaken tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës Republikës. Pra, nuk dua kurse si të them se ferrat e mendësive dhe sëmundjet vjetra e kanë marrë uratën e drejtësisë re, por dua të ndaj me të gjithë bindjen se ka ardhur koha një reflektimi serioz, profesional dhe ndërinstitucional për të ndarë beben e sapo lindur nga ujërat e pistë në një proces historik ku duhet garantojmë me dojmos suksesin e reformës në drejtësi. Duhet garantojmë me dojmos pavarësinë e gjyqësorit, po ku po ashtu nuk mundet kursesi të lejojmë me dojmos që kura të bëhet problem më i madh se smundja, duke rrezikuar liritë, të drejtat dhe frymarrjen e administratës dhe të ekonomisë së vendit.